më herët zonja Balluku është përfaqësuar pikërisht nga zonja Qirko, motra e saj si avokat, si palë mbrojtëse, ndërsa përgjatë minutave të kaluara kam mbritur në strukturën e posaçme antikorrupsion edhe Eralde Lezi dhe Gentian Gjyli, 2 persona në masën e sigurisë arrest shtëpie si të akuzuar si pjesë pikërisht e hetimeve të shkeljes së barazisë në tender, aty ku akuzohet e numri 2 i qeverisë. Sigurisht që kjo situatë e zonjës Balluku nuk ka lënë pa përfshirë edhe politikën. Këtu i referohemi edhe deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili ndër të tjera theksoi se sigurisht që do ta nuk do të ushtrojë funksionet publike zonja Balluku, por nga ana tjetër kanë kërkuar me kërkesë të posaçme pra Këshilli i Ministrave drejtuar gjykatës kushtetuese pikërisht për hedhjen poshtë të këtij vendimi. Do ta kemi edhe një herë në komunikim gazetaren Lucy Përgjegji, e cila patjetër që do të na sjelli detajet e tjera dhe ndoshta të komentojmë edhe mbritjen e zonjës Balluku. Po Lucy, më herët pra me sa kam unë informacion nga mbritur dhe zonja Qirko në ambientet e spakut, apo jo? Po, atëherë sa po kam bërritur edhe zonja Belinda Balluku në ambientet e prokurorisë së posaçme, e cila në GKK do të bëhet edhe verifikimi i masës së sigurisë, pasi është verifikimi i masës së sigurisë, pasi është marrë edhe zyrtarisht e panderur në akuzën e shkeljes së barazisë në tendra. Ndaj saj, gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë pezullim nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës, si edhe masën e sigurisë të ndalimit të daljes jashtë vendit, duke i bllokuar kësaj të fundit pasaportën. Zonja Balluku ka mbërritur vetëm në prokurorinë e posaçme, ndërsa më herët pak minuta më parë mbërriti edhe avokatja e saj mbrojtëse Pamela Qirko, e cila një herë është edhe motra e saj, ndërsa sa i përket dy të tjerëve të cilët janë në masë siguria nga GKK për të njëjtën çështje, Eralde Lezit dhe Gentian Gjylit, ata kanë mbërritur në prokurorinë e posaçme, të shoqëruar edhe nga forcat e policisë në zbatime dhe të masës së sigurisë të lëshuar ndaj tyre nga GKK masës arrest shtëpia. Tani do të mbahet edhe seanca për verifikimin e masës të tre të panderurve të cilët janë vendosur në masë sigurie nga gjykata e posaçme. Ata akuzohen për shkelje të barazisë në tendera në tunelin e Llogaras, një tender me vlerë 190 milion euro, dhe po ashtu nga anën tjetër GKK po heton edhe sa i përket tenderit të lotit të 4 të Unazës së Madhe. Ndërsa masat e ditës sotme janë pikërisht për tenderin e tunelit të Llogaras, një tender me vlerë 190 milion euro, i cili sipas prokurorisë së posaçme fituesi është paracaktuar duke shkelur barazinë në tendera dhe ka qenë sipas prokurorisë së posaçme ka qenë Belinda Balluku ajo e cila ka ndjekur vazhdimisht të gjithë procesin që nga momenti i hapjes së garës e deri edhe në shpalljen e fituesit më pas, duke ndikuar dhe paracaktuar kështu fituesin e kësaj gare. Sa i përket vendimit që GKK ka marrë për të pezulluar zonjën Balluku nga detyra, nga ana tjetër Këshilli i Ministrave ditën e djeshme ka depozituar një kërkesë në gjykatën kushtetuese, ku ka kërkuar nga gjykata kushtetuese të shprehet nëse GKK të jap mendim nëse GKK ka të drejtë të pezullojë një antar e qeveria nga detyra, si edhe po ashtu ka kërkuar mendim që gjykata kushtetuese të shprehet nëse dhe të jap një mendim nëse GKK ka të drejtë të bëjë pezullime të kësaj natyre, dhe gjithashtu ka kërkuar që të rrëzojë kërkesën e GKK-s për ta pezulluar zëvendës kryeministre nga detyra. Nga ana tjetër, më pas, duke kujtuar këtu vendimin e gjyqtarit të GKK-s Erion Çela për sa i përket vendimit për ta pezulluar zonjën Balluku nga detyra, në arsyetim gjykata e posaçme shpjegon se ky vendim vjen për shkak se Belinda Balluku mund të rrezikojë dhe të kryejë sërish të njëjtën vepër penale, duke qenë se Ministria e Infrastrukturës bën të gjitha procedurat e tenderimit sa i përket të gjithë sektorit që mbulon kjo ministri,
po ashtu argumenton se duke qenë se ajo po hetohet edhe për tenderat të tjerë mund të rrezikojë të prish provat për hetime të tjera të cilat po kryen prokuroria e posaçme ndaj Belinda Ballukut, dhe një argument tjetër që ka dhënë gjykata e posaçme sa i përket masave që ka lëshuar si për Belinda Ballukun dhe dy të tjerët, është shprehur se për sa i përket ndalimit të daljes jashtë vendit, gjykata argumenton se ka bërë këtë vendim për shkak se rrezikon që mund të largohet jashtë vendit, duke qenë se dënimi për veprën penale e cila rëndon zyrtarisht deri tani ndaj Belinda Ballukut dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Qartë, mirë, Lucy, faleminderit për këtë raportim, për çdo detaj, edhe në momentin që do të kemi ndonjë të dhënë edhe daljen nga struktura e posaçme antikorrupsion të zonës Balluku, kërko linjën që ne ta pasqyrojmë atë.